Partia Demokratike ka depozituar 2 projekt ligje në kuvend që synojnë uljen e çmimit të naftës. Nënkryetari i Komisionit Ekonomisë në Bozdo shpjegoi në një konferencë me gazetarë se Shqipëria në këtë situatë vështirë duhet ul taksat që rëndojnë mbi naftën, duke ndjekur modelin e vendeve anëtare të BE-s si Italia. Uljen e taksës qarkullimit në nivelin që ka qenë në vitin 2013, përpara se qeveria Rama ta katërfishonte atë. Aplikimin e modelit të akcizës së ndryshueshme, sipas praktikës së ndjekur nga Italia, ku tepritca e TVSH-s nga rritja e çmimit të karburantit përdoret për uljen automatike të akcizës, zbatimi i këtyre masave do të cilëte një ulje të menjëhershme të çmimit të naftës, nga rreth 2000 lekë për litër që shitet sot, në të paktën 175 lekë për litër. Sipas Partisë Demokratike është emergjente ulja e taksave pasi ato përbëjnë 65% të çmimit të karburantit në Shqipëri. Çdo qytetar paguan 1200 lekë të vjetra taks për çdo litër naftë, karburant që konsumon, duke bërë Shqipërinë një ndër vendet me barrën më të lartë fiskale mbi karburantin dhe si rrjedhoi me çmimet më të larta të karburantit në Evropë. Partia Demokratike akuzoi qeverinë për dështim në menaxhimin e rezervave të naftës, pasi ato në vendin tonë mbulojnë vetëm 30 ditë, ndërkohë që standardi i Bashkimit Evropian kërkon mbulim për 90 ditë.